Papa Francesku ka ndruar jetë në moshën 88 vjeçare. Vatikani konfirmoi lajmin e hidhur për besimtarët katolik në të gjithë botën. Të dashur vëllezër dhe motra, me dhimbje të thellë duhet të njoftojmë vdekjen e atit ton të shenjtë Papa Francesku. Në orën 7:35 minuta të mëngjesit të kësaj të ëne, Peshkopi i Romës Francesku është kthyer në shtëpinë e atit. E gjithë jeta e tij u kushtua shërbimit të Zotit dhe kishës së tij. Ai na mësoi të jetojmë vlerat e Ungjillit me besnikëri, guxim dhe dashuri universale, në mënyrë të veçantë në shërbim të më të varfërve dhe të përjashtuarve. Me një mirënjohje të pamas për shembullin e tij, si një dishepull i vërtet i Zotit Jezus, ja besojmë shpirtin e Papas Francesku, dashurisë së pafund dhe mëshirës së Zotit të vetmit dhe të Trinisë së Shenjtë, thuhet në njoftimin e Vatikanit. Papa ishte 88 vjeç, dukshëm shëndeti i tij ishte përkeqësuar pas betejës me pneumoninë e rëndë, që e mbajti mbi një muaj në spital. Kjo u pa edhe në darjen e tij të fundit përpara besimtarëve, ku edhe pse fizikisht u bë pjesë e ceremonisë së Pashkëve, ai kishte të pamundur të fliste gjatë. Papa Francesku nda nga jeta pas disa muajve të vështira me shëndetin e tij.